Analisti politik Visar Ymeri ka thënë se Vjosa Osmani mandatin e saj si presidente nuk e ka zhvilluar sipas parimeve kushtetuese, pasi ka qenë shumë e afërt me vetëvendosjen në qëndrimet dhe vendimet e saj. Në një intervistë ai ka thënë se ajo nuk ka qenë më racionale sa i përket politikës së jashtme, ku edhe ka pasur më së shumti mos pajtime me Albin Kurtin. Së pari, unë nuk mendoj se presidentja Osmani e ka zhvilluar mandatin e saj në president sipas parimeve kushtetuese. Një prej më kryesoreve që është që të jetë simboli i unitetit politik dhe qytetar, gjë që nuk e ka shprehur Vjosa Osmani, pra në shumë prej vendimeve dhe qëndrimeve të saj, ka qenë shumë më afërt me vetëvendosjen dhe jo vetëm vitin e fundit rreth zgjedhjeve që mbante qarta zianën e LVV-s, por edhe gjatë mandatit, për shembull në raport me kryeprokurorin e shumë gjëra të tjera, edhe pse kanë pasur nganjëherë mos pajtime për çështje të caktuara. Në anën tjetër, Vjosa Osmani nga këndvështrimi im nuk e ka transmetuar një qëndrim më ndryshe, më racional sa i përket politikës së jashtme të Kosovës, gjë që është dashur ta bëj, edhe pse kjo është fusha që më së shumti kanë pasur mos pajtime me Kurtin, është shprehur Ymeri. Sipas tij, gjasat janë të vogla që ajo të zgjidhet sërish presidente pasi VV-ja nuk po e përmend fare që mund ta kandidojë, ndërsa Albin Kurti është shprehur se dëshiron bashkëpunim me partitë për një kandidat konsensual, ndërsa që Osmani nuk është e pranueshme nga partitë opozitare. Sidoqoftë nuk duket që gjasat që ajo të zgjidhet presidente e vendit janë shumë të mëdha, sepse nëse e shohim VV në vitin 2021, ishin shumë të zëshëm në publik se Vjosa Osmani do të bëhet presidente dhe nuk ka opsion tjetër. Këtë radhë janë shumë me qëndrim ndryshe. Asnjëherë nuk e kanë përmendur se ajo do të jetë kandidatja që do ta propozojë vetëvendosje, apo se do t'i ketë votat e VV-s për presidente. Çka kemi dëgjuar nga Albin Kurti është që ata janë të interesuar për një kandidat konsensual që do të prodhojë në bashkëpunim me partitë e tjera, por mbetet të shihet nëse do të ketë bashkëpunim me të gjitha partitë apo me vetëm një parti. Sidoqoftë, unë nuk e shoh në çfarëdo forme që Vjosa Osmani mund të jetë presidente konsensuale, meqenëse kanë parë nga deklarimet publike, është gati e papranueshme nga dy partitë e mëdha opozitare, që janë LDK-ja, PDK-ja, por edhe PRAK-n mendoj njësoj, ka theksuar Visar Ymeri për gazetën Blic. Sa i përket mundësisë së bashkëpunimit të VV-s me partitë e tjera për presidentin, Ymeri thotë se janë dy mundësi, teksa shton se do të ishte mirë që presidenti të jetë konsensual, një pikë reference që i bashkon qytetarët dhe partitë. Ka shumë emra për president, por nuk e di se çka do të dalë nga takimet mes partive. Nuk e di a do të ketë takime edhe pse të gjitha partitë kanë shprehur gatishmërinë për një gjë të tillë, por janë dy mundësi që të dilet nga kjo, ose Kurti dhe vetëvendosja dalin me një emër që është i pranueshëm edhe për të tjerët, ose do të ulen vërtet dhe do ta diskutojnë se cili do të kishte me qenë emri i kandidatit konsensual, ose në fund të fundit, VV-ja mund të arrijë marrëveshje me një parti për të arritur 80 vota dhe kandidati të dalë nga takimi i dy partive, jo më shumë. Varet se cila do të jetë metodologjia dhe rruga të cilën do të shkojnë në fund për ta zgjedhur presidentin, por ka shumë emra në Kosovë që mund të jenë kandidat konsensual.